Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 25 nëntor, ora 7 nisim emisionin Ora Juaj, si zakonisht do të jemi së bashku në këto 2 orë të para të mëngjesit, duke ju përcjellë fillimisht lajmet dhe ngjarjet kryesore të orëve të fundit që pa diskutim ju gjeni më detajuara në oranews.tv dhe do të themi pas pak minutash në nisje të komunikimit të drejt për drejt me ju, kështu që na ndiqni për të bërë pjesë e programit edhe për ditën e sotme. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, zhduku nga këtu u shpall non grata nga Greqia. Artan Hoxha tregon detajet çfarë më thanë policët. Historia e paqëruajtësit në Irak nga dënimi me burg të dyshimi për përgatitjen e të rinjve për t'u bashkuar ISIS-it, ja e shkuara erët Erzenukës. 14 vite non grata nga Greqia. Marin Mema nuk më lejojnë ta çoj në Strasburg, më trajtuan si terrorist. Operacioni në Fusharës, ja kush janë 2 të dyshuarit për terrorizëm. Presioni do jetë i madh. Karanja spak ka gjithë çështjet e Shqipërisë. Pamje dhe detaje nga ngjarja në Orosh. Hamzauka u vetdorëzua i plagosur, Renea nuk ka shtënë drejt banesës. Nuk prodhojmë më dot profesionist. Me minaj reforma në drejtësi nuk mjafton, Shqipëria ka nevojë për një arsim të fortë. Edhe marketingu i ofrohet pa pagesë, braho, në çdo sondazh që bëhet në Shqipëri, pak del më i votuar. Operacioni Reneas në Fusharës, thëritja Allahu Ekber, del foto e një prej të ngujuarve me prirje radikale. Operacioni Reneas me negociator në Fusharës, dorëzohen 2 të ngujuarit në Orosh. Skandal në AZBR, babai hartoi projektin fitues, ndërsa vajza inspektore e firmos. Vion aksioni i Reneas, identifikohet personi i dytë brenda banesës, vllai 24 vjeçarit drejt banesës për të negociuar me ta. Apeli uli dënimin për Aksel Hoxhën, reagon familja Toshkëzi, si e manipuluan drejtësinë 3 pazarxhinjtë e gjykatës. Salla po punojnë për mbylljen e çarjes së argjinaturës së Devollit. U i tërhiqet, dëmet po zbulohen, rreshtet shkaktuan probleme në infrastrukturë, mbyten qindra hektar tokë. Rëshitje masive dheu në aksin rrugor Bajramcur Fiers, bllokohet qarkullimi, autoritetet ndërhyjnë për pastrimin e inert. Renea rrethon banesën në Puk, identifikohet 24 vjeçari me prirje radikale që fshihet brenda shtëpisë të rreth Allahu Ekber. Dëshmia e një krimi, atentatit të hyrje e pallatit, gruaja e Eduard Reçit, burri konflikte me të gjithë komshitë, s'di kush e vrau. SHBA trajnon 8 antarë të gardës për luftën ndaj krimit të organizuar, mbrojnë zyrtarë të qeverisë dhe prokuror të Spakut. Koçiu, 3324 m2 ndërtime pa leje në Fark, 2 milion euro gjoba. Ndryshimet klimatike godasin edhe Shqipërinë, Bego paralajmëron për pasojat që na presin. Lamallari pret Kopman, Shqipëria po harmonizon kuadrin ligjor përmes konsultimeve me KE. U arrestua si pjesë e grupit të Evislamit, kur Florin Domi shfaqej për krah Rakip Sulit duke mbjell pemë në Paskuqa. Pamje raportohen dështëna në Vlorë. Gjurmimi i pasurive të krimit, goditja e aseteve të krimit, prioriteti i takimit në Belgjik, Çela Dumani Fransen. Përplasen 2 automjete në Lezhë, njëra përfundon kanalin me ujë, 2 të lënduar. Tiranë përplasi 2 makina të parkuara, ndërkohë që ishte në gjendje të dehur, arrestohet 43 vjeçari. Plagosi 18 vjeçari shpallën në kërkim i riu.
Gazetari Artan Hoxha shpallet non grata në Greqi ndalohet përjetësisht në mos shkelur në territorin helen. Të kërkon një Don Lami, zbardhen bisedat me pronarin e lokalit që ju vendos territorin në Kamës, do në japësh 500.000 euro. Video dhe emrat, në arrest shtëpie për aksidentin tragjik me 2 viktima, arbrëtivari dilte për të vjedhur, arrestohet së bashku me mikun e tij në Durrës. Emrat vran biznesmenin Eduard Reçi, ndërkohë në gjyq 2 vëllezërit konflikti nisi për mjekja e Shahini virozat i gjejmë në çdo stin, nuk kemi mundarje të tyre në kategori. Vdekja e 75 vjeçares, ka përmbytjet kryetari i Bashkisë Devol, ngjarja ishte aksidentale, ajo vuante nga plagosjen në Tiranë, qelloi me armë zjarrit 40 vjeçarin, autori ende në arati. Nga shiu në ngritës parashikimi i motit për këtë javë, ja çfarë tregon sinoptikania. Del video pikaset Tritol Vonsin në shtëpinë e deputetit Partisë Demokratike Xhelal Mziu, ja dyshimet e reja. Emri plagosën Tiranë 40 vjeçari, detajet e atentatit të së dielës. Efektivet e forcave të armatosura stërvitjet përbashkët me homologët e forcave speciale të Greqisë. Ministria e Arsimit vitin e ardhshëm ndryshoi në masën 20% tekstet shkollore. Hyseni drejton punimet e Komitetit të Inteligjencës Civile të NATO-s. U helmuan dhe grabitën nga dhëndri flete moshuara, pas daljes nga spitali, më tha, pije këtë. Problematika në aksin Elbasan Beqin, rrëzimi i pishave blokon qarkullimin. Përmbytjet në Shqipëri në kryetari i Bashkisë së Lezhës për Oranjuz, çarja e argjinaturës në Tale shkaktoi probleme, 3 fshatra me prani ujë. Përmbytjet në vend, prefekti i Korçës tregon situatën për Oranjuz, ka pasur çarje të argjinaturave 300 banesa me prezencë uji. Shohim zhvillimet nga politika. Politika ka marrë peng Shqipërinë. Beqiri, sheshi sot duhet të ishte plot. Protesta e opozitës hoti, po përballemi me arrogancën, nga mohohet e drejta kushtetuese. U lodhën në dasmën e kaluar, mballa provokon protestuesit, nuk erdhën të gjithë krushit. Fjalimi i Berishës mbyll tubimin e opozitës përpara kryeministrisë, protestuesit largohen bulevardi. Berisha nga Foltoria 2, kjo qeveri do shkruhet në muret e historisë si mandi shqiptare dhe më hajduta. Pamje, qytetarit e ndonë të ndaloj Berishën, teksa shkonte drejt kryeministrisë në hyn truproje. Foltore 2 nis tubimi i opozitës para kryeministrisë, Berisha niset drejt protestës. Shqipëria mbledhjet përbashkët me qeverinë kroate në vitin 2026, Spiro Pali, takimi do ta çojë bashkëpunimin ton në një tjetër nivel. Të papranueshme, shpallja non grata në Greqi Artan Hoxhës, mbido përbën abuzimin më të madh me vlerat europiane. Berisha u zgjodh zëvendës presidentit CDI-s Meta, urime, momenti rëndësishëm. Video, tabaku në kuvend, PPP-t, mina me sahat që përfundosin buxhetin. Baçi i publikon pamjet, Myzegjeja në ujë, qindra hektar tokë të shkatruara, fermerët kërkojnë mbështetje urgjente.
Po do proteston sërish përpara kryeministrisë, policia miraton planin e masave. Spiropali në Kroaci më mbështetje për integrimin e shpejt të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Video, Zhupa dorëzon projekt ligjin të njihen diplomat e mësuesve përpara vitit 2015 të garantojnë pagat e barabarta. Rama në Katar bisedime për nisjen e fluturimeve direkte mes dy vendeve. Shqipëri-Kroaci një hap drejt G2G, Spiropali pritet nga presidenti Milanović. Rama, atmosfere bukur e festave të nëntorit në shkolla. Ministri i Bujqësisë inspekton situatën nga përmbytjet. Salla do diskutojmë edhe pjesën e dëmshpërblimit. Rama takon kryeministrin e Katarit, biseduan për thellimin e bashkëpunimit me projekte me rëndësi për Shqipërinë. Po bëhe përfshin Shqipërinë në 4 prioritete globale, integrimit kushtozohet qeveria e Tiranës e lidhur me narkotrafiku. Me fjalët e sofrës së iftarit, kryeministri Rama zbulon se po shkruan një libër. Të do i bisedime në Brazil i pranishëm Berisha, miratohet rezoluta e 5 për situatën politike në vend. Kardolina e vlerësimeve për Shqipërinë, kryeministri veçon çeljen e grup kapitujve me Bashkimin Evropian dhe samitin në Tiranë. Vuaj nga pak kënaqësia Rama në podcastin flasim gjithmonë kërkoj të bëjmë më mirë. Nga hapja e grup kapitullit të fundit me Bashkimin Evropian dhe samiti i planit të rritjes, ngjarjet kryesore të javës, Berisha jep mesazhin e parë si zëvendës presidenti i CDI-s, do të luftojmë çdo formë diktature dhe ekstremizmi të majt. Deputeti i Partisë Demokratike Gjin Gjoni publikon pamje të përmbytjeve, situata kritike, qytetarët janë braktisur nga pushteti. Spiropali pret misionin Jetro, rrisim investimet japoneze në Shqipëri. Lamallari pret Lord Timpson, thellojnë bashkëpunimin me Anglinë në fushën penale. Blushi, situatë problematike nga përmbytjet, nevojitën ndërhyrje të menjëhershme. Bega në Shkodër për ditën e alfabetit, gjuha shenja e kombusisë. Dita e alfabetit PL, buxheti për arsimin larg misionit të vërtet të dijes. Dalim të zhvillimet nga rajoni. Lidhja Demokratike e Kosovës e nominon Abdi Xhikun kandidat për kryeminist. Vrau Bashkombasi në Podgoricë, ngrihet akt akuzë kundër shtetasit shqiptar. Financuar nga një kompani bastesh, në vite BSK, e sa po ngjitur kategorinë e parë, shpallet kampione e Bielorusisë. Është në duart e gjyqtarëve, specialja pa datë konkrete për vendimin ndaj i sheprorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, Koçi, data më e papërshtatshme sepse është fundvit. Akt akuzë ndaj një personi për krime lufte në Gjilan. Analiza e Radio Europa e Lirë, ikja e kapitalit, investimet jashtë Kosovës arriten për 55%. Zbulojnë 300 kg eksploziv në doganën e Kosovës, ishin fshehur në bagazhin e furgonit. Vučić pushtet si Miloševići. Presidenti serb forcon kontrollin mbi ushtrinë dhe policinë.
shkurti takim me kongresmenët amerikan Mike Turner dhe Donald Narcos, Osmani kërkova që partitë të mblidhen dhe të votojnë buxhetin si ishin të pranishëm. Vrasja e Liridonës kryet nesër. Prokuroria Naim Murseli kishte borxh afro gjysmë milioni euro. Sherri i madh në Greqi, 4 të lënduar, arrestohet shqiptari dhe 7 të tjerë. Dy vite nga vrasja e Liridona Ademajt, zbardhet dëshmia e babait Naim Murselit. Shkutët Greqia regjistroi 4 lëkundje tërmeti me 4.1 Richter. Krim brenda familjes në Greqi, ja çfarë ka ndodhur. Bosnjë-Hercegovinë, kandidati i Dodik fiton zgjedhjet presidenciale në Republikën Srpska. $300 kg eksploziv ndalohet sasia e madhe e lëndës plasëse në kufirin e Kosovës. Shkencëtarët zbulojnë misterin e tërmeteve që goditën Santorini. Prishtina në kolaps, pezullohet qarkullimi i të gjitha linjave të transportit publik. Maqedonia e Veriut ndër vendet me rrezikun më të lartë nga tërmetet në Europë. LDK në kryesisë nominon kandidatin për kryeministër. Nga sot nuk do të ketë transport publik në Prishtinë. Murati Ramës, thesari e ka alokuar buxhetin e dhjetorit, nuk i keni kryer pagesat. Ashpërsohet moti në Ballkan, Bosnia bllokohet nga Dbora. Pezullimi i transportit publik në Prishtinë. Qeveria i përgjigjet kryebashkiakut. Buxheti nuk është bllokuar, i kemi kaluar përpara kohë. Analiza e Radio Europa e Lirë, 2 rrëfime, një vendim si do të mbahet mend ushtria çlirimtare e Kosovës. Në zgjedhjen në Kosovë, partitë politike kanë një javë afat për formimin e koalicioneve. Moti i keq pushton Greqinë perëndimore. Shumë zona pa energji elektrike shpallin gjendjen e emergjencës. Kushkujt do jashtri dorën e bashkëpunimit për 28 dhjetor, KQZ tregon afatin për deklarimin e koalicioneve. Azisohen 3 ton tranguj me pesticide në Kosovë të destinuar për Sloveni. Serbia hap tender për pikat e riciklimit. Ndodh në Selanik, Hajduti bie nga Çatia, pronari i shtëpisë i jep ndihmën e parë. Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron përmbytje të mundshme në disa pjesë të Kosovës. Në Greqi stuhi dhe përmbytje të forta godasin pjesën veri perëndimore. Viza për rusët, Malizin ndjek Boen dhe ashpërson masat për rusët. Gara zgjedhore KQZ janë nisë përgatitjet për zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Ishte pjesë e snajperave që vritin civilët për qef në Sarajevo, Dragan Vučić, kam prova. Rrekoshon zhvillimet nga bota. Ndryshohet rendi i ditës, Parlamenti Evropian do të mbajë debatet veçanta mbi planin e paqes për Ukrainë. Zelenskit çështje të ndjeshme do të diskutohen me Trumpin. Çfarë është Cartel de los Soles, të cilin SHBA etiketojnë si organizatë terroriste.
Holanda ndalon përdorimin e fshekzjarreve të dëmshme për qytetarët dhe ambientin. Programi bërthamor diplomati iranian udhëton në Paris bisedime me homologun francez në datën 26 nëntor. Spanjë shkatërrohet plantacioni i kanabisit pra goset i riu shqiptar. Zelenski mund vizitojë SBA këtë javë. Venecia i mbyll dyert Greta Thunberg, aktivistja gjobitet dhe ndalohet të hyjë. Çaj me xhinxher, aleati i shëndetit ton. Asnjë njohje e pushtimit rus të territorit Ukrainas, kryeparlamentari vendos vijat kuqe në planin e paqes së Shtetet e Bashkuara. Shefi NATO-s për Radio Europa e Lirë nevojitet një dialog i matur për Ukrainën. Angli shqiptari përfundon në gjyq ndoqi policinë me motorsharë. Marrëdhënia me Kinën është shumë e fortë. Trump pas telefonatës me Xi Jinping pranova ftesën e presidentit për një vizitë në Pekin. Negociatori i Ukrainës, plani origjinal i paqes nuk ekziston më. Arabia Saudite drejt liberalizimit hapen dyqane të reja alkooli. Adolfi drejt fitores në zgjedhje lokale, politikani me emrin e pazakont rrëfehet më ka vendosur babai, por nuk jam. Rritet numri i viktimave nga përmbytjet nazi juglindor. Krishtlindje me masa sigurie, në Gjermani hapen tregjet e festës vit pas sulmit terrorist. Nigeria ratisen 50 nxënës të rëmbyer në shkollën katolike. Kremlini propozimi evropian për paqen në Ukrainë nuk funksionon për Rusinë. Zelanda e Re do të eliminojë të gjitha macet e egra deri në vitin 2050, pasi i konsideron një kërcënim për biodiversitetin. Tendoi të vite banesat kurthi me bombëltymi dhe kamerat tradhtojnë skifterin shqiptar. Trump po ndodhin gjëra të mira, Zelenski kufit nuk mund të ndryshojnë me forcë. 3 ditë pas takimit me Trump në shtëpinë e Bardh, reagon Mamdani, ende mendoi se ai është fashist. 2 javë pas sulmeve me dron Ukraina, sporti rus rifillon eksportet e naftës. Dhe në fund zhvillimet nga sporti, Hansi Flick, Chelsea është një nga skuadrat më të mira në botë. Barcelona i lë targën Realit për golat e shënuar në La Liga. Kombëtarja e vajzave Grima do forcojmë grupin misorët me Turqi, një test i rëndësishëm. Guardiola sfida me Leverkusenin kyçe për të siguruar fazën tjetër. Pse Milani mund ta fitojë skudeton dhe edhe kur statistikat e avancuara thonë të kundërt. Çuditëra në Premier League, futbollisti i Evertonit godet shokun e skuadrës, shkohet me të kuq. Commodore Show fiton në transfer ndaj Torinos së shqiptarëve me Manita. Shqetësim vagët e futbollistëve të huajt pa kënaqura me jetën në ishull. Tas me Cristiano Ronaldo dhe Jorginhos mësohet data dhe vendi ku do të bëhet. Oferta saudite për Vinicius, kontratë 5 vjeçare me vlerë totale 1 miliard euro. Te basi përgjigjet tonit supermatësisë të Perezit, ai flet sikur të zotërojë vërtetën. Superliga nis procedurat për padin miliardçe ndaj UEFA-s për dëmshpërblim. Pse në të gjitha fushat e Serie A po luhet me topin portokalli. Atletico Madrid goditet të rënd, Marcos Llorente dëmtohet dhe humbet ndeshjen ndaj Interit. Vini Junior drejt largimit nga Real Madrid, ylli brazilian kërkon kokën e Alonsos. Rooney kritikon Liverpoolin, vdekja e Jotës ka ndikuar, por nuk justifikon disa gjëra. Maresca, trajneri i Chelsea-t, para sfidës, Barça e Flick më duket spektakolare. Napoli në alarm para Karabakut. Conte kërkon helmetat në ndeshjen vendimtare e Ligës Kampionëve, na duhet intensitet. Guardiola kërkon falje për debatin me kameramanin, kur e pash përsëri u ndjeva në siklet. Interi pa Dumfries, holandezi humbet sfidën ndaj Atletikos dhe rrezikon mungesë më të gjatë të parashikuar.
Bodo Juventus në Nacar, alarm moti dhe rrezik i madh dëbore për para ndeshjes së Champions. Këto ishin lajmet e zhvillimet kryesore të orëve të fundit, që mund të zgjeruar e gjeni në horanews.tv. Publicitet vim pas pak në pjesën e komunikimit me ju, mos e largoni. Ne kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit ora 7:30, kohë dhe momentin në cilin ne nisim komunikimin e drejt për drejt me ju, në dyrma që keni vazhdimisht në ekranet tuaja 068 60 54 639 068 99 008 për gjithë ju që doni na bashkoni dhe bëni pjesë e programit dhe për ditën e sotme në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju që do zgjasim pra deri në orën 8:50 minuta. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv për gjithë ju që doni të na ndiqni jo vetëm në emisione, por edhe edicionet informative që vijnë për disuar orë pas ore, duke filluar nga ora 9 e mëngjesit dhe deri në orët e vona të mbrëmjes. Bukur, ju presim edhe sot në takimin e kësaj të marte të datës 25 nëntor 2025 në 7:30 minuta 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata. Alo, o Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nderuar. Urdhoni? Të dal tani në pension, Po. po ato vitet e punës deri çfarë quhen, deri çfarë moshe fillon? Varet ku ke punuar. Në kooperativë bujqësore. Po, 14, nëse janë të sakta. Deri 14 vjeç, apo jo? Jo deri në 14 vjeç, që nga 14 vjeç. Që nga 14 vjeç. Po. Po, se kam edhe nga 6 vjet në bashki, kam punuar në bashki, ato quhen. Po, s'ka lidhje fare, patjetër po. Nëse ke qenë me rregulla, me sigurime, po. Me sigurime. Po, vend rreth 26 vite punë. Po, ajo zonja mua më tha në 8.000 lek ka dalë pensioni. 80.000 lek? 98. Aha, sa tha se 80. Se di, të ka dalë pensioni? Po, ajo më morim telefon, tha ka dalë. Ti se ke marrë? Jo, se ka marrë. Okej, ndoshta mund të jetë kështu. Po do shohësh nëse ke dalë me gjitha vitet apo jo. E para, e dyta, nëse ju jeni të pakënaqur, po kur ta vërtetosh që aq ka dalë pensioni, të lindet drejta për të bërë kërkesë për rillogaritje të pensionit, se ndoshta mund të llogaritur gabim. Më kupton? Po jo, që ajo zonja më tha më lek ka dalë tha. 18 vjet e gjysmë punë tha, me fjalë vetëm ato kooperativës, kurse pse s'ti janë llogaritur të tjerat? Nuk janë llogaritur vitet e... Po pse? Pse? Po di ja. Po duhet ta pyesësh atë i nderuar dhe në varësi të arsyes pse nuk janë njohur, shkojmë edhe drejt përgjigjes. Ose s'do jenë paguar sigurimet ose në cilat vite ke punuar në bashki? Nga viti 16 deri në 21. E sigurt që ke punuar me sigurime? Po sigur se i vajta morë dhe ato të venat atje të zyre aty. Po s'ka arsye, mos nuk janë llogaritur këto të ish kooperativës pastaj. Qa viti të ketë kapur ajo të kooperativës. Po pra, kështu që duhet ta vërtetojmë këtë edhe të japim sqarim pastaj, më kupton? Po. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhroni. Klodin dua. Klodi jam. O Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Allah jeni djalë i mirë shumë. Faleminderit, më thuaj. Jam një pensionist unë lushnje, unë jam 72 vjeç. Kam pagu për para 25.000 lek për dritat akt marrëveshje, pa tepër. Po. Pastaj shkova ulla dhe rrash 10. Dakord. Tani marr unë 6.000 lek marr për dritat. Po. Jam pensionist i vetëm, s'kam as gruas, fëmijët janë darë aty këtu. Po. Am takojnë 12.000, a 6.000 se të ngjova atje për një shërim. Shiko, ajo për pensionistët vetmuar është vetëm një aspekt, pra është një ndër këto. Por, këto të kompensimeve janë të sakta dhe nuk parash gabohet me 6 ose 12. Kështu që aq sa merr, aq të takoni dashur. Ti mund të bësh një aplikim tjetër, por problemi është që do të ndërpritet kompensimi deri në ardhin e përgjigjes së aplikimit tjetër. Do mos të takoj të më që. Jo i dashur. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Po mos e dysho fare. Faleminderit që morët. Ditë bukur. Ja, presim tjetër. Jam një pensionist, po.
Po, mirëmëngjes. Dhe është folur shumë për ne që ato taksat e makinave do hiqen. Po ka një 6 akoma jo. Po ka në i perspektivë që t'i presim apo jo, se ne jemi ta shfryzojmë jetën me fjalë që kemi. Pse jo? Po jo, akoma nuk ka një. Po kur mendohet apo se kejte? Do gënjeja po të thoja një muaj qoftë edhe një vit po ashtu. Nuk Po kupton. nga smoj qikti se e djali shkafë. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë dashur edhe për ty. Faleminderit. Shkaqem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po, patjetër që do e mill në fund. 0. Po. Përshëndetje, Klodi. Më dëgjon apo jo? Alo. Po të ngjej po, s'të ngjej fare. Nuk kam audio. Alo. Alo. Se di çfarë ndodhi. Nuk është në linjë. Mirë. Në 7:36 presim për të tjerë telefonues në këtë nisje të komunikimit drejt për drejt me ju. Alo. Urdhëro. Urdhëro, të dëgjoj tani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndes shumë. Edhe unë shumë. Pa fund. Më thuaj. Ndesha me ty për punë e se jetë bënje, mos merr asnjë përgjigje për dosjen e pensionit. Si asi përgjigje? Çfarë përgjigje? Ka 5-6 javë. E hova me jetë dhenja si ishëm thënë ato. Po përgjigja për atë që të është mbajtur. Ha? Përgjigja për atë që të është mbajtur, them. Po pra. Pa jo do vazhdoj deri kur të shlyhet e gjitha. E di, po më tash me shqyrtu dosjen komplet. Aha. Ato e qartë, sa e ndrojnë punojësit, lojnë ligja të reja ato. Po shiko, është më mirë që të bëhet pasi të ndryshoj kjo. Sepse të dyja dhe është më mirë që rishqyrtimi të bëhet pasi të shlyhet ajo. E ndoshta. Më kupton? Është më mirë të bëhet ashtu sepse që të mos krijohen mbivendosjet. E njërës anë që vazhdon shlyerja e asaj e atij gabimi që kanë bërë vet ata, jo për fajin tënd. Dhe pastaj rishqyrtimi i kësaj. Mos hyn zyron. E di. Ato i bën që në fillim, që kur na i bën që në fillim në të Shiko, për merak mund të bëhet, ti e ke hapur apo jo? Po. Po kërkesën e ke bërë për rishqyrtim? Po pra, a di ke e dhënia pra, e shujta. Sa ditë ka që e ke bërë? Po, ka 6 javë. 6 javë? Po, 6, po. Mas një javë e merri një përgjigje. Dosja jote është në shqyrtim. Po mirë. Okej, më mirë ashtu pra, se do të thotë që aplikimin që nga i sakt. Nuk e di. Kontrollojmë her pas here. Se di, se si përfundon nuk e di. Okej. Mirë se pyesim, pa problem. Mirë, pafshim një herë. Por qafoj shumë. Edhe unë pa fund. Ciao. Ka arru. Alo, mirëmëngjesi. Kemi telefonat? Okej, pak çaste. Të presim në 7:38 minuta. Në këtë mëngjes të sotëm. Okej. Mund të na shkruani në rrjetet sociale. Vjojmë në 068 60 54 639 068 99 00 008 për të gjithë ju që doni të na bashkoheni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Ule zërin e televizorit, ule. Po, një sekond, po. Ule zërin e televizorit dhe afrohu te telefoni. Po. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Saranda flas. Ule zërin e televizorit se do ta mbyll telefonin. Po. E ula deri në fund. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe një herë, më falni. S'ka gjë fare. Nga Saranda flas. Urdhëro. Pash emisionin në Stop. Edhe jam indignuar shumë me ata të Tiranës, se ta dhe tani më vjen për të qartë që kanë elmuar qërin. Unë kam bajtur një qënë 15 vjetë, kam 4 të kanë ngordhur dhe nuk e dot atë mërzitjen që kisha. Edhe e kam varur në portret në shtëpi, këta të punojnë atje dhe të bëjnë gjeste të tilla.
nuk arri ta kuptoj këtë që nuk arri ata punonjës atje që paguhen nga shteti edhe të vend të helmojnë që me taksat tona, po ata duhet të dënohen deri në një siç e ka gjithë bota. Jo këtu helmojnë që punojësit, po njerëzit e tjerë duhet të bëjnë pastaj. Shumë e vërtet. Prandaj jam shumë e indignuar për këtë që ndodhur. Turp që vi atyre haram qoftë ajo bukë që kanë ngërë. Edhe për mua në burg të vend. Të mërshme. Pa tjetër. Faleminderit që më dëgjuat, jam shumë Faleminderit juve. Shëndet. Faleminderit për telefonatën. E kuptojnë ndjeshmërinë pa tjetër, sidomos ata të cilët mbajnë ose kanë mbajtur kafshë në shtëpi janë akoma edhe më të ndjeshëm. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Fal. Kemi folur një ditë për një thash duhet lidhem në rrjetet sociale ose shoh më the do të telefonoj. Për cilin rast të lutem? Duhet flas për dy probleme, po duhet flas në rrugë private. E ke lënë numrin? Po. E ke lënë numrin e telefonit? Po, me 551 në fund. Ku e gjej unë tani? 551, Po. Kur kemi folur? Unë nuk e kam. 6881 apo jo? Po. 8192 551. Ndjes që nuk të ka marrë, sa po të shkruaj mesazh dhe të telefonoj pas emisionit. Faleminderit. Dakor? Juve, faleminderit. Presim tjetër, në 7:41 jemi. Alo, përshëndetje. Në rast se na ka pritur telefonuesi. E kemi apo jo? Okej. Presim ne pak çaste. Numrat i keni aty në të djathtë ekraneve tuaja. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Përshëndetje. Rodi Kujzi. Urdo? Kujzi. Ule zërin e televizorit, zotëri. Urdo? Ule zërin e televizorit. Uleni, zotëri. Rodi. Ule zërin e televizorit 3 herë ta thash. Po. O Rodi. Ule zërin e televizorit e 4-ta. Rodi. E 5-ta herë ule zërin e televizorit, të lutem. Shuar. Rodi. Hera e 6 uleni zërin e televizorit. Rodi. Hera e 7 miru dëgjofshim i nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën. Do të shkojmë tjetër, tani nuk është e pamundur. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të pyesnja, kemi ndruar emrin diku vite përpara. Po, me vendim me gjykat apo jo? Po, me vendim gjykat. Dhe dëgjuam kryeministrin para janë 2-3 vjetësh që tha që kush ka ndruar emrin do të shkojnë në emrin që ka pasur. Qëndron ndonjë ligj të yurët? Si e ka thënë? Kemi ndruar emrin para. Di si e ka thënë kryeministri? Që do në shembull kush ka ndruar emrin mund të shkojë përsëri të verë emrin që ka pasur. Se kam dëgjuar këtë, po pse do ta ndrosh edhe sikur, pse do ta bësh pra? Po unë e kam ndruar për efekt të problemeve që kishim atëherë në Greqi. Tash i dua të kthej emrin tim. Nuk e di nëse është kjo, nuk e kam dëgjuar me thënë drejtën. Në rregull. Duhet të informojmë dhe nesër të kthej përgjigje me patjetër pse jo. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit edhe juve për telefonatën. Faleminderit. Edhe juve. Ndoshta mund të jetë kështu. Alo, përshëndetje. Më shkojnë disa dhe sidomos dje disa mesazhe, por dua që ky lloj keq kuptimi të shmanget, që ka të bëjë me kërkesën për rillogaritje ose rishqyrtim pensioni. Dhe një ndër mesazhet dje ishte që kam kohë, thoshte që nuk e kam bërë kërkesën për rishqyrtim pensioni, a mund ta bëj tani që të më shtohet. Shikoni, kërkesa për rishqyrtim pensioni jo domosdoshmërisht përkthehet në jo, nuk e kisha për këtë, e kemi pak më vonë. Jo, është tjetër gjë. Okej. Qetësoni.
Se mund them dhe faleminderit, do të thotë që duhet ta mbyllim emisionin. Pra, po thoja këtë gjë që jo automatikisht kërkesa për llogaritje pensioni përkthehet në shtim të pensionit. Dhe nuk është një mënyrë apo një metodologji që ndiqet sa herë dikush e kërkon për këtë qëllim. Qëllimi i tillë është, por jo domosdoshmërisht. Kërkesa për shtim pensioni bëhet vetëm në ato raste kur dikush mendon që pensioni është llogaritur gabim. Dhe nuk është një procedurë që sa herë të bëhet, juve do të ushtohet pensioni, sepse ndoshta edhe mund paksohet për faktin që mund të jetë llogaritur gabim, ëh? Dhe kjo pastaj e vështirëson pak situatën. Ndaj nëse jeni të bindur që pensioni ju ka dalë më pak nga sa ju takon, e bëni këtë kërkesë, por jo se kjo është një kërkesë rutinë që mund të bëhet gjithmonë me të njëjtin qëllim dhe sa herë ju të kujtoheni për këtë do të shtohet pensioni. Jo, nuk funksionon kështu. Mirëmëngjes telefonata. Kemi? Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jam ajo zonja në Komuna Shez, Bashkia e Peqinit dhe Elbasan. Po? Kam atë të rejem telefon për babën tënë që e kam invalid. Ja ka ndërpre invaliditetin. Po bon gati i vit. Po? Ka shku, ka pyet ke drejtorin Peqin. I ka thënë që do ta marrësh. Deri me këtë ora i nuk e ka marrë. A ka aplikuar zonjë pasi janë ndërprerë? Jo, nuk. Nuk e merr asnjëherë pa riaplikuar. Duhet të aplikoj? Patjetër. Shiko, ka dy faza, dashur, dëgjoj pak. Ka kaluar një vit, ëh. Në momentin kur dikujt... Se ka mos vitin, po janë... Okej, dakor, jemi aty për çfarë si ka kaluar afati i ankimimit. Për shembull, kur një invalid i ndërpritet për 1, 2, 3 arsye, qoftë edhe pa arsye që ai mendon. Pagesa e invaliditetit, kjo shoqërohet më pas me një ankesë dhe nëse dhe ankesa nuk merret në konsiderat, bëhet aplikimi i ri. Kështu që dhe ju do bëni ankimimi ju ka kaluar si afat, do bëni aplikim të ri. Po, drejtorin Peqini ka thënë që do ta marrësh. Unë po them këtë pjesën tjetër tani. Po, rrof. Më çfarë do ta aplikoj së tonë? Patjetër, nuk e shmang dot. Mirupafshim, Faleminderit, shumë faleminderit për telefonatën. Meqense jemi te pensionet, flasim për Sigal Invest, mënyrën ideale dhe fantastike në fakt për t'i dhënë jo vetëm kuptim, por për t'i dhënë vlerë paras tuaj. Shikoni, një shumë e caktuar parash në muaj, po themi, po e marrim gjithmonë thjesht për ta kuptuar, se kontributi juaj mund të jetë më pak, por mund të jetë edhe më shumë se sa 100 euro, të cilat ka 1001 forma për t'i shpenzuar, qoftë edhe për një orë, jo për një ditë. Pra duke bler 2-3 gjëra, duke ngrënë dhe një treg aty, iku 100 euro. Do thoni ju, po sa shpejt. Po patjetër që ikën, se gjithë jemi dëshmitar që kur ndodhemi përballë në një situate paksa më të shpenzueshme se sa në përditshmërinë tonë të zakonshme, këto para ikin thuajse me njëherë. Por sa e vështirë është për t'i mbajtur. Edhe vështirë për t'u mbajtur nuk është, por duhet kuptoni diçka që me këto para ju mund t'i shumëfishoni. Pra duke hequr pak dorë, po themi nga ajo bluza 80 apo 100 euro, lejeni bluzën 20 euro, njësoj është. Dhe kjo 80 që të mbetet pastaj, investo për veten tënde dhe do ta kaloj atë 100 që ti ke pasur në ditët e kaluara. Ndaj, thënë kjo, mendoni pak edhe për të ardhmen, sepse e kaluara ka ikur dhe e tashmja jetohet, por që për pak bëhet dhe ajo e shkuar. Të ardhmen zakonisht e lëm pas dore duke mos menduar për veten. Një pjesë të saj ne e kemi vetë në dorë në kuptimin e cilësisë se si do ta jetojmë. Dhe emrin e ka Sigal Invest. Nëse dhe ju do të bëheni pjesë sikundër ne, do të përfitoni shumë dhe do të jepni vlerë paras tuaj. Me kthim vjetor prej 4.6% është ideale që shuma juaj e depozituar apo vazhdimisht çdo muaj sa ju të keni dëshirë apo nevojë, do të bëhet me disa zero pas disa viteve. Ideja dhe kuptimi është sa më gjatë të jesh pjesë e Sigal Invest, aq më shumë do të shtohen të ardhurat tuaja. Dhe në fund i merr në formë pensioni, e merr të gjithën duke përfituar dhe interesat, e merr edhe më përpara moshës së pensionit, në rast se të duhet për të mbuluar një shpenzim të pazakont, e tërheq atë dhe kur të duash t'i futesh sërish në llogari bankare dhe investon prapë për veten tënde. Është fond i trashëgueshëm, nuk ka asnjë lloj takse apo tarife shtesë, ndryshe nga të tjerët, ndaj është vendi ideal për të investuar parat tuaja dhe për t'i përkthyer ato në rritje të ndjeshme ditore, javore, mujore dhe vjetore. Kështu që telefononi numrin e mëposhtëm për të marrë më shumë informacion. Faleminderit Sigal për këtë mundësi fantastike që keni ofruar për ne. Bukur, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Alo? E kemi në linjë? Është larguar? Tjetra? Të dy. Në 7:49 jemi, në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo? Alo, mirëmëngjes, Kudi. Mirëmëngjes. Kam një problem të pyes në një sqarim. Po. A është kjo rruga që po bëhet? Berat Ballaban. Po. Firma që bën rrugën, ka edhe gurë të gjithë të toka. Çfarë ka bërë? Gurë. Normalisht. Ai ka hedhur në tokë. Po të toka. Por janë në shkurt me fjalë për mos të çuar larg, e ka afër aty dhe ka edhe toka. Tokën e kam në akt pronësie. Po nuk kam qeverisat. Valet e harësheja, darajnë kërkes me shkrim dhe më kërëni përgjigje tani që po jemi dakord të planojmë si problem, po duhet të keqë certifikat. Unë kam pronësi. Po. Tani kjo pronësi nuk ka bukë të është. Shiko, pse s'ke aplikuar për certifikat pronësie për atë pronë? Po s'kam aplikuar, po unë kam paguar taksa 30 vjetë. Jo, s'po të them gjë, nuk po e quaj të ligjshëm unë ato që kanë ndodhur, që kanë hedhur gurët aty, ose edhe në një tokë shtetërore s'mund të hedhësh gurët në. Edhe ndjell me ujë, duke mbuluar edhe 10 ranj ujë. E duke paguar taksën vit në vit. Dhe si përfundim nuk të dhanë zgjidhje? Tani më dhanë zgjidhje ky mosra që është arrest shtëpie, atë ditë që e kanë arrestuar, me fjalë që është arrest shtëpie ky Gentian Gjyri, atë ditë ka quar të 2 muaj kanë mbajtur në tira, atë ditë e kanë çuar vërtetimin që bjell. A i kanë hequr? I kanë hequr apo jo? Arrest shtëpie. Por lere arresti s'mund të më arresti shtëpisë. Unë jam këtu për problemet tuaja, ju thoni arrest shtëpie. Problemi, u zgjidh apo jo? Ky e ka edhe firmën pa të ditë që është arrest shtëpie, ka edhe firmën që zgjidhin pas certifikatën. Pra nuk e marr zgjidhje, pra se the zgjidhja ishte kjo the. Po zgjidhja kjo ishte, ka kryer përgjigje atë ditë. Ndërkohë, po kjo nuk është zgjidhje, më të shtequr masivi i gurëve aty apo jo nga toka? Po këtë thuaj, pra pse thua zgjidhja është kjo? Ku ndodhet toka? Ky zotëria arrest shtëpie. Ikim me telefonat tjetër, po mua s'm duhet fare zotëria zonja i nderuar. E kupton tani se sa e unia të nivelin e bisedës, arrest shtëpie thot, ky ç'më duhet mua kjo? Se kush është arrest shtëpie, kush është arrest në burg? E ka merituar, kanë shkuar aty, po unë ku hyte kjo pjesë që ma kujton vazhdimisht. Tani do t'i shkoj atje unë në shtëpi, t'i them pse ke bërë kështu. Unë them problemit i thua arrest shtëpie Gjylja. Tani të lutem se. Okej, kalojmë në publicitet, flasim për Prostatol, i efektshëm në masën 100% për gjithë ata të cilët kanë probleme me prostatën në fazë fillestare dhe jo vetëm. Duhet ta përdorni rregullisht çdo ditë dhe efektet do t'i keni të menjëhershme në javët apo muajt e parë të përdorimit Prostatol. Dhe mbi gjitha është një produkt 100% natyral nga BIM dhe nuk ka asnjë lloj shtese tjetër që mund t'ju dëmtoj prostatën apo edhe organet të tjera të trupit tuaj. Nuk ndërvepron medikamente të tjera, të cilat ju ndoshta jeni duke i marrë aktualisht për ndonjë viroze dhe të kalueshme të momentit, qoftë edhe antibiotik, pra nuk ka lidhje fare, sepse tek e fundit është kompleks 100% bimor dhe është i prodhuar pikërisht vetëm për të luftuar problemet që keni me prostatën. Kthehemi pas pak publicitet. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, vijon komunikimi i drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 008. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një qytetar që u përmora dhe i herë tjetër. Të lutem shumë, të lutem, mund në ndihmosh me një problem. Janë një ditë rrugica ke Karburant Ahmadi këtu në Paskuqan, që lidhen me rrugën i Avzi Nela. Janë dy rrugica ka 1 kilometër dhe këto dy rrugica janë me 2 sense lëvizje, janë ka 3 metra e gjysmë bashkohen makinat pas hyrën dhe ne kalojmë me çoj fëmijët në shkollë ke shkolla lidhje prezent dhe rrezikojmë çdo ditë me ta. Të lutem bëhet njëra nga këto me sens lëvizje, paktën. Se as trotuar s'ka asnjë gjë. Shkoj, ndëruar, një problem, po di pse është vështirë te rrugët, jo për neve, sa na takon, sepse sado që të përcillen ato do bëhen brenda një projekti të caktuar. Kupton që ne se dim se kur mund të bëhen. Ty i tabel do bëhet njëra tjetë si qartë të lëvizje, tjetër bëhet vetëm një sens lëvizje, këtë lëvizje vetëm një drejtim. Të kuptoj, bro. E kuptoj dhe pasën kemi mushina, nga që s'ka dhe trotuar, kalojmë me fëmijët pasën. Shpresoj që të realizohet duke përcjellë si ju bashkë me neve.
Përshëndet shumë. Inshallah kemi shumë besim se do të na ndihmoni. Shiko, patjetër sa na takon ne i bëjmë këto detyrat tona, mo, kupton, po sa na përgjigjen pastaj është tjetër gjë. Për ditë për rrezikën sepse aty me zi ndrohen di makinat kalojnë në me fëmijë. Saktë. Është tepër e vështirë. Shumë e vërtetë. Përshëndetje, faleminderit i dashur. Ditë mbar për ju, shkojmë tjetër. Telefonues, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kjo i desha të them atë Digjana, në lidhje para 2-3 telefonova të mori janë një telefon ty në lidhje me ndryshimin e emrit që e ka pa. Nga Jorgo në Latif. Edhe këtë punë se më ka ndodhur mua, më dëgjon? Po të dëgjoj. Edhe ai të bëj një kërkesë atje ku jeton tek Këshilli Bashkiak, ai që shtek. Për ndryshimin e emrit dhe arsye. Edhe ata kur nglidhen e ndryshojnë edhe shkon në gjendën e civile, pastaj i çojnë dokumentat dhe ndryshon aty ke regjistri. Me Këshill Bashkiak? Po te Këshilli Bashkiak, se do të marrin vendime. Pa gjykat. Pa gjykat. Ndryshimi i emrit çubat, unë kështu e kam bërë. Një, e dyta. Okej, kur e ke bërë në cilin vit? Po ka 3 vjet. Okej. Bukur. E dyta. Po. Desha të them në lidhje me këtë telefonat aty, që kur fillon emisionin fillim, bëhet qartë. Kur bisedon që unë për shembull e kam fik televizorin tash, për momentin që po bisedoj. Ti i thua ule zajt, ata s'majnë vesh, pa lef, ndërprirje bisedën dhe kaq. Bëhet që ti qartë që në fillim të në hyje të bisedës. Po shiko, ka edhe një fakt ama. E dyta. Ka edhe një fakt që mua më ka rënë kjo bara për t'ju duruar juve, apo jo? Po e mbylla janë ata të cilët e kanë të lartë. Dhe unë që jam dëgjues. E di, ata që e kanë të lartë zërin e televizorit janë në masë dhe unë i bie që t'ja u mbyll thuajse të gjithëve dhe nuk është korrekte besoj. Jo në masë, ti bëhet të qartë që në fillim. Ule televizor ose kalojnë silencë. Kaq. Okej. Zgjidhet problemi. Super. Më thuaj, e treta. E treta është ti gjatë sqarime shumë bukur që i bën ai ndërhyr. Ti po ja sqaron, po ja fillon më dëgjoj, ata as dëgjojnë as. Këta se ko kanë zbrit në shpella ama. Të lutem, njeriu dëgjohet, ti pastaj ata prandaj po të marrin për këtë hall. Po ty që ti si ti lodhesh e bashkë me ata. Nuk e habitem se kjo është bashkë shumë e përhershme. Tash unë jam dëgjues edhe bezdisem dhe unë, jo ti vetë. Okej. Po mirë. Janë situata që kalojnë. Falenderoj shumë i nderuar. Ja për këto gjëra. Ditë mbar. Faleminderit për telefonatën. Po presim tjetër në këtë pjesë të tretë, ora 8:05 minuta. Vjen komunikimi me ju, numrat i keni aty. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flasë këtë nga programisti. Ule zërin e televizorit, lutem. Më falë. Neve invalidët qemi me sigurime, do na japin në lekë, do na japin. Po, e ke fjalën për bonus apo për këto shtesat që do të bëhen janar? Jo, për bonus. Për bonus nuk është vendosur akoma për invalidët i nderuar. Nuk e kanë marrë akoma një vendim vetëm për pensionistët deri tani. Ndërsa për invalidët nuk është thënë akoma, kështu që është as po as jo, më kupton? Ne faleminderit shumë. Nuk ka një përgjigje të saktë. Asgjë, ju lutem, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. 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 Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodi? Po. Klodi? Po. Mirëmëngjes. Të përshëndes. Faleminderit edhe unë. E kam herë parë të flas me ty. Kënaqësi. Je shumë një mirë, shumë i dashur. Shumë i kënaqur. Shumë faleminderit. Po çfarë pasën një në publikimin e kapaciteti. Sa të kemi në kokën e mu? Sa po e thashin nderuar që nuk është marrë një vendim ende. Më kupton? Edhe kur u pyet ministri i financave në komision tha që nuk është marrë akoma një vendim. Respekt për që faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat, edhe ju. Ditë bukur. Shkojmë me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni.
si jeni Klodimi. Mirë si jeni. Ditën e premte, datë 21 komunikuam për një problem që bëhet fjalë që në 13 tetor. Edhe prita për një përgjigje më thëtë për në lidhje me një legalizim truave, po them është të legalizuar objekte. Për faturat. Për këtë pikërisht edhe si duket të rëmbeu inercie komunikimit edhe nuk e mora një përgjigje. Të shkruajt edhe në WhatsApp që ma qo këtu dhe... Kjo nuk është e vërtet, rëmbimi i inercisë, sepse unë dita kontrolloj inercinë dhe kam të faktuar këtu. Atere, atë ditë që ne folëm, ka qenë ora dikut e 8:31 minuta. Ndoshta. Diçka e tillë. Jo ndoshta, jo hiç ndoshta. Dhe kam shkruar drejtorit. Dhe më ka thënë, një sekond. Me shumë mundësi thot, po, nuk është paguar trulli, mos më ndërprit. Po e verifikoj për më saktësisht thot dhe ju them. Dhe unë i them që nuk e ka paguar dhe thot që ku ti marr faturat për të bërë pagesën. Përgjigja tjetër, mund të ketë nevojë për shpronësim përpara se të bëhet fatura, gjithsesi do ta shoh thot dhe të them. Kështu që maksimumi i maksimumit nesër, sepse duhet hapur dosja fizikisht dhe nuk është gjetur akoma. Po kupton? Ja ku janë mesazhet. Po të doni ja u çoj dhe me forward, por nuk ja u dërgova këto përgjigje sepse kjo nuk ishte përgjigje në kuptimin që të ndihmon. Si ishte një finalizim përgjigje. Bravo, super. Pra në datën ku jemi dhe një herë, të premten e kaluar apo jo? Po, të premten e kaluar, në orën 8:35 kam folur me drejtorin e Agjencisë për Kace dhe maksimumi nesër, që është edhe afati përfundimtar, ai na jep një sqarim se ku mund t'i marrësh faturat ose nëse ka nevojë që toka të jetë për shpronësim. Që në të dyja rastet nuk ka asnjë lloj problemi, ë? Edhe sikur të jetë për shpronësim, as ty s'të ndodh asgjë në kuptimin e ndonjë gjëme të madhe, sepse ti ke certifikatën dhe ai që ka pasur atë pronë do shpronësohet dhe ty të hapet rruga për certifikat pronësie, dhe në rast se ka nevojë për fatura do të gjenerohet në sistem, ti do t'i marrësh, do bësh pagesën dhe aplikon për certifikat pronësie. Je shumë i nderuar. Dakor? Përshëndes shumë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Ka një gjë që është pak por e sigurt që në asnjë rast nuk do të gjeni sikur ne do bëjmë këtu me sikur. Për një problematik caktuar. Nëse unë them që do marrim përgjigje për pak momente, e kam bindje këtë që marrim përgjigje për pak momente, dhe në ato raste kur ndodh, secili informohet. Por ajo që është e sigurtë edhe një herë është unë dhe ne nuk harrojmë për asnjë lloj rasti apo problemi. A do zgjidhen të gjitha? Sa duam ne, po. Jo për gjithçka mundemi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Po ku jeti? Atë falë të zotit tyra. Po si ka mundësi që zgjohesh me gjithë energji? Mua më thonë për vete që zgjohem me gjithë energji, por kur të dëgjoj ty themi jo, unë s'kam energji fare. Jo të keqe nëna jote ordial, të falë të zotit, jo Klodi, të falë, si madhi zot që ti u je për rrugë zgjidhje popullit. Si jeti? Një keqen, po unë nuk kam marrë asnjë rrugë zgjidhje. Pse? Po shpia po më bie, kam që vjetë. Asë nuk e vënujt në zjarë fare atë keqen nëna jote. Vete për ditë në bashki, për ditë burri, do vinë sot e do vinë mot. Çfarë thonë? Asë një gjë. Para 10 ditë e kam vajtur të kryetare të rajoni, edhe më tha, gjete derën hapur ti dhe u fute brënda, njështë ora janë 11. Si pas ka fola i sigur paguhet me taksat e tua, ha? Nuk e di unë atë keqen në me taksat e tua paguhet. Nuk e di Klodi. Nuk flëm do të në lagështira, mos bërë shtëpia madhri, vetëm nuk kam të ta dërgoj në kamerë. Nuk di të ta dërgoj. Jam në halë, Klodi. Jam shumë në halë. Iku ai kryetari i parë, të shikojmë këtë të dytën s'po e kapim do të pare. Do flasum pas emisionit. Po të falë të zoti ty, o Klodi, po më bëre këtë nderë, unë gjithmonë i kam përcjell problemet e tua, pse thua? Unë i kam përcjell gjithmonë problemet, a mi kështë tjetër një pastaj. Unë i kam përcjell gjithmonë. Urdhë? Si do dhe kjo puna ime? Ja të flas pas emisionit. Po të falë të zoti, dhe mu vetëm të ty kam shpresat. Po mbaj shëndim. Të përshëndes shumë. Keqen në na jote, të falë të zoti. Faleminderit edhe ty. Gjithë të mira. Tjetër telefonues, mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi, përshëndetje zoti Klodi. Jam një qytetare nga qyteti Patosit. Kam një shqetësim. Po, më thuaj. Kam për dhunë në familje, jam dhunuar prej 3 koriku 2021 dhe në naime. Jeni dënuar apo jeni dhunuar? Në shtëpi, në vllai im. Po pra, jeni dënuar ju apo ju jeni dhunuar? Jemi dhunuar, ndjes, jemi dhunuar. Ndjese, dëgjova sikur më theje. Pasojat kanë qenë të rënda, Po domosdoshmë. I kemi kërkoj të ndihmë policisë Patosit, komisariati Patosit, Fierit, kemi vajtur në për institucione që ne kemi të drejtën tonë ta kërkojmë këtë. Megjithatë, kemi apeluar në gjykatën e Tiranës se Fieri nuk ndihmoi dhunuesin në këtë rast, se u korruptua na dhunuesi, na viktima, na dhunuesi. E kuptoj, nga dhunuesi, mire ke. Po, u korruptua të tëra gjykatat, me prokuror, me gjyqtar apeli në Vlorë, i dhanë të drejtë dhunuesit, duke parë të tëra ato që dhamë ne, nëna ime e ndjerë që ka 6 muaj e gjysë që është në Po, më dilte problemit, lutem. Po, tani unë ja kam apeluar gjykatës Tiranës, apeli Tiranës. Kam 17 muaj me avokatin tim, Eduard Mullaraj, dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje për të gjykuar çështjen. A ka mundësi ju lutem? Fatkeqësisht jo, e dashur, sepse edhe në rast se ne do pyesim, përgjigjen do na japin kështu direkt cop që s'jeni pali interesuar dhe nuk ju japim asnjë lloj informacioni. Okej, pastaj. Më kupton e nderuar? Me dëshirën më të madhe, sidomos për rastin konkret, uroj që mos përsëriten më rastet e tilla, se shumë diskutohet, shumë flitet. Gjykatat më të korruptuara që kemi ne në Shqipëri që ekzistojnë. Që për rastet e tilla duhet të jenë çështje të përshpejtuara në kohën sa më rekord të jetë e mundshme. Dhe shikoj se çfarë bëhet. Po i vojmë nëna ime po tretet në vet. Një dori djali shpasun, kurse unë po voj me tumor. Edhe nëna ime iku dhe në tumori. Ashtu, a? Ja, kjo është gjendja jonë që jetojmë sot. Edhe sot po i voj zotri. Pse nga se vjen kjo dhunzoj, nëse mund ta di. Shkaktar rruga ime kërkon të marri të dyja rrugët, edhe rrugën e tij edhe rrugën time të kalojnë në 2 rrugë. Vllai. Kjo është qëllimi i tij. Vllai, a? Po vllai bën këto. Me gjithë familjen. Ja, kjo është gjendja që jetojmë ne në Shqipëri. Edhe policia më mbron dhunuesët. Nuk arritë pula. E të mërshme. Dhe ne themi në harmoni me njëri tjetrin. Ne themi në drejtuar zotri. Spaku t'i lëdes. Në 9 maj të këtij viti më ka dërguar zoti Artur Metani një ashu përgjigje që jo normale. Që më tregon mua që prokurori që keni ju është në vend punës, atë duhet ta heqë ai. Ta shikoj korrupsionin që ka bërë. Gjykata është në çështje, gjyqtarja tjetër ka vajtur në apel, që i dha vendimin vllajt në mënyrë të padrejtë, nuk bëri drejtësi. Ç'është kjo me zotri? Gjyqtari tjetër që gjykon të çështje ka vajtur gjykat të lartë në Tiranë, në shkallë të parë në Tiranë. Ç'është kjo padrejtësi që bëjnë? Do luftuar korrupsioni që të gjyqtarët, të legjizlatuesët. Jo të tjerë, populli i fat kërkon drejtësi. Ku të kërkoj drejtësi, dhunohem në mënyrë të padrejtë, prej 20 e kusur vitesh. Kërkoj ndihmë policia shtetit mbron, merrosh komandati policisë, mua viktimën. Të kuptova. Se paguhet në vllaim, kjo është turp, edhe kamrat i kam kërkoj turp. Të merren parasysh kamrat. S'është nevoja të flisja unë me nënën. I vete i dhunon inspektori zonës nënën time. I thot, i firmën këtu, do të dënosh ti djalin, që i ndori shpatullën nënës time. Kjo është e pa drejt, zotri.
kjo është për të lëritur, drejtësia është e korruptuar. Unë vlerësoj shumë faktin që ju e bët publike këtë zonjë, sepse ndoshta mund të ketë reagime pas kësaj telefonate që ju bët. Unë e kam bërë zotëri edhe te News 24, te emisioni me zemër të hapur. 2 herë jo një. E kuptoj. Dhe sa më shumë të bën këtu, shpresoj, unë e shfrytëzoj këtë mundësi mediatike që kam dhe peshën e këtij emisioni që besoj është goxha e lartë dhe këtë ma keni thënë ju, jo se kam konstatuar vetë. Ma keni thënë në forma dhe mënyra nga më të ndryshmet, institucionet e drejtësisë duhet jenë shumë të ndjeshme përballë rasteve të tilla. Unë nuk dua t'ju hyj fare nëse ju keni apo nuk keni të drejtë. Dhuna e çfarëdo lloj ane qoftë vllai ndaj motrës, qoftë motrës ndaj vllai, qoftë burrit ndaj gruas, qoftë gruas ndaj burrit, është forma dhe mënyra më e shëmtuar për t'i zgjidhur çështjet, qoftë edhe ato më të rëndat, le të themi, që kanë të bëjnë, qoftë me pronin, qoftë me tradhtin, qoftë me 1000 arsye. Dhuna është elementi jo i fundit, po që nuk duhet llogaritur fare si element zgjidhës i kësaj situatave. Thënë kjo, dhuna në Shqipëri ka prodhuar viktima. Dhe apeli shkon për të gjitha institucionet e drejtësisë. Lërini çdo çështje të mundshme e cila ndoshta mund të pres. Merruni me këto raste sepse do të jetë vonë dhe aty ne pastaj kujdesemi për të marrë masat në mënyrë që të parandalojmë episode apo ngjarje të rënda të cilat ne të lajmeve i kemi dhënë fatkeqësisht goxha shpesh vitet e fundit. Kështu që merruni me këto raste. Thashë, më ndjezojnë, nuk e, domethënë, jo se të dyshojt ajo që thoni ju, por edhe sikur të mos jetë kështu, çrën si ka. Edhe sikur të jetë ndryshe, prap dhuna aty ekziston, ka ekzistuar. Kështu që institucionet e drejtësisë duhet që me patjetër të marrin masa, sepse e kundërta do të prodhonte fatkeqësisht ju e dini, s'dua ta them unë. Unë jam viktimë e radhës, zotëri. Kemi frikë unë e burri, se unë jetoj me burri vetëm, djalin nuk e kam këtu. Një djalë kam, po lumë për ata fëmijë që kam rritur. Uroj më të mirën për ty, e dashur, uroj më të mirën për ty, thash, na ke gjetur në një moment ku gjithsesi shpresojmë që këto apele dhe këto thirrje të shërbejnë për rastin dhe për zgjidhjen e situatës. Shumë përqafime dhe mos u shqetëso. Përqafime dhe unë urime për emisionin. Faleminderit dashur. Faleminderit shumë për telefonatën, Ja urdhoni. Një pjesë e Shqipërisë tjetër. E tmerrshme. Dhe jepi zgjidhje. Se jo, ka një problem që ne pyesim, por na thon po ç'pun keni ju se si jeni pal. Po bëje ti pra që je pal. Shqyrtoje çështjen, mos e lër dhunën të bëhet atje e padurueshme dhe me viktima. Do thot dikush pse egzageron, jo mos e egzageroj fare. Po i kemi të freskëta këto zhvillime. Dhe sidomos brenda familjes që drama pastaj është edhe më e madhe. E shikoni se çfarë ndodh, pra një trekëndësh. Ne jemi këtu për të dhënë gjykime për askënd, secili në raport me vllain, me nënën, me motrën, me të dashurin, me burrin, me gruan, i ndërton vet, pa që nevoja për t'i dhënë mesazh, megjithatë atje ku është pastaj nevoja për të ndërhyrë institucione shtetërore, që nga policia, për mënyrën se si i trajton, dhe aty në komunitet, polici zonës njeh njërin, njeh tjetrin, ka një kuj me dikë dhe shfrytëzon rastin për t'i ndodhur diçka atij në mënyrë që t'i laj borxhin, janë të tmerrshme. Gjithsesi, do të kalojmë edhe një herë mesazhin ton të përditshëm që unë besoj që është më shumë se sa një mesazh, është një lloj reflektimi që duhet na zgjojë të gjithëve. Mendoni pak për të ardhmen tonë. Është ku e ku më mirë, se ne e provojmë vetë në një moment të caktuar të jetës, kur varemi nga të ardhurat e prindërve, sidomos kur jemi në shkollë, pra në universitet, jemi pak të kujdesshëm në shpenzimin e tyre, sepse do të na duhen pas disa ditësh për një tjetër shpenzim. Por ama kur kemi këtë lloj pavarësie financiare në një moshë tjetër, kur ne rritemi dhe punojmë, kemi pak më në luks idenë për të shpenzuar edhe diçka më tepër nga përditshmëria jonë. Por a mendojmë ne për një të ardhme tjetër për këtë pavarësi financiare? Besoj që vitet e fundit kanë ndryshuar. Në Sigal Invest, në këtë mundësi fantastike që ju keni dhe jo pa qëllim, edhe në raportin e fundit Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare ka dalë kompania lider menaxhimin e të ardhurave tuaja, të individëve dhe të kompanive për sa i përket pensionit privat, dhe kjo tregon bezueshmërinë, kredibilitetin dhe forcën që ka kjo kompani për t'i shërbyer qytetarëve në kuptimin e pensionit privat. Kështu që investoni edhe ju për atë të ardhmen të cilën ne flasim sot, në mënyrë që edhe atëherë të keni pavarësinë tuaj financiare dhe të mos vareni nga askush, sepse
qofte edhe 50 euro, qofte edhe 10 euro, po e bëjmë kështu të ullet fare, ajo do të përkthehet në një shumë më të konsiderueshme nga sa ju kontriboni. Pra investoni për veten tuaj, e keni në llogari bankare, kontrolloni nga ana e telefonit se si shtohen parat tuaja çdo ditë, telefononi për më shumë informacion në numrin e mëposhtëm dhe do të bindeni për këto që ne themi ose dëgjoni ata të cilët kanë jetuar jashtë dhe e dinë se si funksionon shtylla e dytë e pensionit, pra që është pensioni privat, e ku ka më mirë se sa dhe më sigurt po ashtu se sa në Sigal. Faleminderit. Kalojmë publicitet, vim pas pak apo kemi kohë për telefonat, se i ka kështu më njëherë. Kemi kohë. Telefonata mirëmëngjesi, më mirë akoma. Alo. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Mirëmëngjes. E mbyllim atë parë. Po urdhoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uroj shëndet. Faleminderit shumë. Nga Korça po ju flasim. Urdhoni Korça. Ka Boro Korçë? Ja, s'besoj. Pak krapa djegte nga Morava. Atje të vendit thuaj. Sa e të vakti tash u floti tash. E mirë se ka lezetin e saj. Kam 2 vjet që kam dalë në pension. Bukur, po. Kam paguar 17 vjet kontributa. Me punë ndërmarrje bujqësore e plasës Enver Hoxha. Po vetë ka dalë pensioni i pakt. Po, kam bërë një kërkesë rishërtimi, edhe më mgonin 3 vjet. Në theri juristi dhe vada në juristi në Korçën, në sigurime, më mgonin 3 vjet hapë gjyqta. Mu llogarit mosha e dalis në punë 18 vjet. Ndërsa unë kam dalë në moshën 15 vjet në punë. Mbarova 8. Ku ke punuar këto 3 vite? Unë kam punuar në ndërmarrje bujqësore. Jo, mu llogarit në moshën 18 vjet. Po pra, po ku ke punuar në këto vite, them? Ndërmarrje bujqësore. Nga 15 deri në 18 ke punuar në ndërmarrje bujqësore. Po hamër zotri. Po zotri, a ke filluar punë në moshën 15 vjeç? Po. Çfarë pune ke bërë deri në 18 vjeç? Kooperative tipit lartë. Në kooperativ pra? Po. Ty të është llogaritur 18 vjeç sepse nuk janë njohur 3 vite për shkak se ka qenë problemi i ish kooperativa, që shumica prej tyre kanë pasur problem dhe të janë llogaritur me ligjin e ri. Që ligji i ri një nga mosha 18 vjeç. Po tani që me vendim këtë në moshën 14 vjeç unë edhe njërë, në moshën 14 vjeç njihen të vitet kur qytetari nuk ka pasur probleme. Pra, ka punuar në ndërmarrje bujqësore ose ish kooperativ bujqësore, ku i ka të rregullta dokumentet. Po. Juve keni pasur dokumentet. Po s'ka shans ti kesh të rregullta dhe mos të llogaritet. Nuk ndodh kjo i dashur. Juve jeni trajtuar me ligjin e ri dhe ju është njohur 18 vjeç. Klodi, unë dola në moshën 14, sa mbarova klasën e 8 me 7. Nderuar, ke pas probleme me vitet e punës, sepse nëse do i kishe të rregullta do ishe llogaritur nga mosha 14 vjeç, 15 vjeç. Tani si ta shpjegoj? Unë bëra një kërkesë rishërtim pensioni. Po? Vajta në juristi në Korçën në Simet. E më tha duhet të hapësh gjyq. Po. Më doli pensioni. Po, me gjyq llogariten. Me gjyq të llogariten ato. Të drejtë ka, sepse kanë qenë vite me probleme si shumica e ish kooperativave dhe ndërmarrjeve bujqësore. Sikur dha një urdhër që Bravo, urdhri ishte që do njihem pa gjyq nga mosha 18 vjeç e lartë. Siç të është njohur ty. Dëgjoj tash, Zoti. Unë me sigurime, me ndërmarrje, dhe unë vazhdova shkollën e bashkëputin nga puna. Po çfarë si ka? Edhe 5 vjet isha në degën e brendshme të Korçës. E më doli me 39 vjet punë, më doli një pension 154.000 lekë. Po. E më tha duhet të hapësh gjyq, tash me që u dha ky urdhri, si të veproj unë. Po, ato vitet që s'janë llogaritur nga mosha 14 deri në 18 do i gjesh me gjyq. Në çdo rast, sepse ligji ti je trajtuar me ligjin e ri. Ligji i ri njeh nga mosha 18 vjeç i nderuar. Të më ka 2 vjet që kam dalë pension. Po. Ligji njeh nga mosha. Isha dhe në Tiranë në Kujtim Hoxha. Mirë, e vazhdojmë pas pak bisedën, kalojmë publicitet dhe vim njëherë. Dishti këshillin e mjekut për prostatol, gjithë ata të cilët vuajnë nga problemet e prostatës, se jemi shumë vonë, kemi kaluar 2 minuta nga koha
e reklamave është 100% bimor, nuk ka efekt anësor, sepse na vijnë shpesh mesazhe, po a kanë ndikime sepse kemi provuar medikamente të tjera që na kanë shkaktuar probleme të tjera, efekt anësor. Jo, nuk i keni me këto sepse është 100% natyral. Publicitet vin pas pak në pjesën e fundit. Kthehemi në studio. Për pak më të lëvijoj me lajmet, jo me telefonatat. Alo, përshëndetje. Alo. S'ka gjë. Alo. Urdroni. Urdo. Para 2 vite sa se mosha mesatare të dalë pensionin në pension të plotë. Prap ky. Po. Unë kam 39 vjet punë. Para 2 vite që kam dalë pension, e më doli një pension 154.000. E dëgjova i nderuar, prap do ma thuash. Po tash si të veproj unë? Kërkesë për llogaritë e pensionit, ta kanë dhënë përgjigjen instituti o i nderuar. Vepro siç të ka thënë instituti në rast se juve ju vlen. Dëgjoj tash unë të thash isha në kujtim Hoxha në ekspertin Po në ç'më duhet mua me kujtimin, e përshëndet shumë kujtimin, e kam mik, po edhe? Po unë kam bashkë fshatar. Po çfarë do nga unë o i dashur? Po mirë. Dëgjoj tash. Se këtu nuk dua të përmend njerëz me 35 vite punë kanë dalë me 190. Po, kanë dalë dhe me 200 i nderuar, se kanë pasur rrogën e lartë. Ore më të lartë se mua nuk i ka patur një. O shpirt, po çfarë do nga unë mo? Dërmarrje bujqësore, I nderuar, çfarë do nga unë? Po si të veproj tash të hap gjyq. Do bësh kërkesë për, po atë e di ti o i dashur. Si mund të them unë hap gjyq domethënë? Me lekët e tua të them unë hap gjyq? Po kjo është e papar domethënë. Juve keni bërë një procedurë që shumë mirë ke bërë për llogaritje pensioni. Dhe instituti të ka sqaruar që je në këtë situatë dhe vitet e munguara zgjidhen me gjyq. Ti tani ke 10 minuta që flet me mua dhe më pyet, a të hapun gjyq? Po nuk e marrun këtë vendim, o i dashur. Sepse i bën vetë llogarit, sa do shpenzosh nga gjyqi dhe sa do fitosh për ato vite. A ja vlen që të shpenzosh 700-800.000 lek me gjyqin apo më pak? Dhe a do i fitosh këto i bëni ju llogarit o i nderuar, nuk i bëj dot unë. Varet kur më del gjyqi xhanën, po që e pra, është puna që edhe llogaritja e përqindjes së pensionit. Është bërë dhe unë interesova pa hajde, do vetë edhe njerë. Klodi, shumë faleminderit, Klodi. Asgjë, faleminderit juve. Ikim me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Faleminderit. Jo, ma ja invalidi, se të më thonë për një motor në bateri, për invalid. Urdo? Jo, ma i të më thonë për një motor. Po, i nderuar, e di, dashur. Është pak e vështirë ajo, por thash, në momentin e parë që do kemi, në momentin e parë që do kemi... Urdo? Po. Unë i kam kontaktet tua, ja, kështu që në momentin e parë që do kemi. Me patjetër që po. Edhe ty, faleminderit shumë për telefonatë. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Është larguar. Okej. Ndjes për tonin e zërit pak më herë, por shikoni. Ka disa mënyra, një moment. Ka disa mënyra për të ndjekur çështje të caktuara. Unë e di që kjo ndodh edhe nga pensionet e ulta, se nuk e vë fare në diskutim, por nuk kam dëgjuar deri më sot që dikush të thotë, ok, pensioni më shllogaritur sakt dhe unë jam ok me këtë. Këto do jenë kërkesa të vazhdueshme të qytetarëve, të cilët patjetër duhet të ndjekin rrugën që ne ja u kemi thënë dhe ja u themi gjithmonë sa ju të keni nevojë. Dhe këto çështje tani janë çështje sistemi, nuk bëhen më me letra e me dosje fizike. Kjo është çështje sistemi, llogaritja bëhet aty dhe s'ka më asnjë dyshimi. Dhe për më tepër kemi raste plot kur ka pasur edhe gabime në llogaritje të pensionit për dikë për disa, dhe në një moment të caktuar pas disa muajsh, dikush e ka parë veten që i është shtuar pensioni dhe i është shtuar nga llogaritja që i është bërë edhe pa kërkesën e qytetarit. Dhe këtë kam edhe nga eksperiencë personale të afërmve të mi, që në një moment caktuar pas disa muajsh, më kam pyetur që pse më është rritur pensioni, se ndërkohë kam dalë me X. Dhe kur kam pyetur, ka thënë që janë pagesat prapambetura të cilat duhet i kishte marrë nga lindja të drejtës për të marrë pensionin. Kështu që nuk kam më dyshime, ka ikur ajo kohë, nuk e din se ka ekzistuar ndonjëherë, por që edhe nëse ka pasur ndonjë dyshim për të ekzistuar këto gabimet njerëzore, nuk besoj që ka më. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhroni. Nuk vini. Si jeti?
Mirë, jo, desha me pyet. Ka marrë afati i pasaportave, me dalë jashtë. Unë jam pensionist, 75 vjetë. Po, do ta bësh. Kur gjova me një lajm që do të jenë të vlefshme. Jo, nuk janë të vlefshme, nëse ti do bësh edhe një herë pasaport dhe nuk do bësh më. Kjo po, kështu është e vlefshme, por edhe një herë do ta bësh. Do të më bëni një herë, ha? Ka që janë që kemi për shembull që ka kaluar afati një. Ajo nuk vlen më. Atë do e dorëzosh do e presin atë pjesën e fotos atje ku të marrësh pasaportën e re. Faleminderit. Faleminderit. Për telefonatën jemi në gati 10 minutat e fundit. Mirëmëngjes. Alo. Shlarguar. Okej. Do ta prisni sepse jemi me 2 linja paralelisht. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Përshëndetje. Po. O Klodi. Po. Jam një zonjë, jam e interesuar për bashorti tim, ai ka pas dalë me ligjin e minjerës, 55 vjeç, ka pas dalë në pension. Po. Po, në momentin si dëli, pensioni ishte shumë i ulët, ai ka vazhdu punon në një firmë, është i siguru. Po. Po, i pensionin nuk ja kanë dhënë. Nuk ja japin edhe pensionin edhe rrogën. Oh? Si një veprëje. Nuk e di që ekziston kështu kjo pensionin parakoshme minjerave? Kështu ndodhe? Urna? Nuk të ngjova. Nuk e di që funksionon kështu. Kur ka dalë në pension? Ka dalë që në 2015, nuk e di si dëli ai ligji 2015, por ka pas dalë në pension parakoshëm. Nga minjera? Nga minjera, po. Në moshën 55 vjeç u dëli ligji atëherë që dishin pension. Me 12 vite, 6 muaj punë. Mi fjalë pa të ndalë, ato si pa dalë një ligj, edhe ai aktualisht ka punu edhe punon. Okay. Është i siguru, po nuk ja japin edhe pensionin edhe rrogën. Kur ja ka ndërprer? Ndërprer, kako? Se nuk duhet ta mori për shembull edhe rrogën. Shiko, për pensionet e jo të parakoshëm, pensionet e pleqërisë, nuk ka lidhje fare merr edhe pensioni dhe rrogën. Nuk ka asnjë lloj problemi. Jo, më fal, është moshën 63 vjeç. Kuptova. Po pra po e kuptova. Po them për këtë që është e sigurt që ndodh kështu, ndërsa për këto pensionet e parakoshme nuk kisha. Okay, po ashtu është, del debitor nëse punon. Del debitor, a? Patjetër. Sepse sapo më erdhi përgjigja, ndërkohë që po flisja me ty, po shkruaja. Po. Ashtu është e dashur. Në pensionet e parakoshme kjo është ligji i 2014-s që nuk të lejon. Më vjen keq. Faleminderit dhe juve, ditë bukur. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Po. Po të bezdisim si shumë më vine, nësë kush na hapen dyert, vetëm dera tende na hapet. Më thuaj. Për ato 20% të legëve të tërmetit, akoma s'na i kanë dhënë qarë fritet më vinë. Në dhjetor sikur ka një diskutim që është tonë, të presim, shpresojmë po, aq shumë kemi diskutuar dhe kemi përcjell atje në ato institucione. Pandaj dërgjemi aty te dera tende apo te. Asnjë lloj problemi s'ka, nuk na shqetëson e fare, ne na shqetëson fakti që nuk po zgjidhen. Po kështu është një fjalë tani, të presim, besoj. Do marr fund edhe kjo gjëja se po. Po e dash. S'kam se si të them. Po bëj asgjë, unë ato prap te ajo e vet apo shkojnë. Falenderoj shumë dashur. Shumë lumtur qofsh, bëj se s'kam të them. Edhe ti ndër. Faleminderit shumë. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhë. Dua t'ju bëj një pyetje lidhur me pagesën e energjisë elektrike. Jemi të dy në pension, burrë e grua. Po. Kur mora lekët e muajit kaluart, më ishin marrë një shumë rreth 45.000 lekë, sepse ashtu ka dalë një vendim qeverie. Unë tani interesohem, mos dini ju ndonjë se është kjo punë? Nuk e di, varet.
Po pse duhet ta kenë shmarrë të Sigurimet shoqërore, ato e kanë dërguar atë. Po pse? Nuk e di, ka dalë një ligj, joja që unë kam një 3 vite e gjysmë që më kam dalë në pension, nëse gruaja 1 vit e gjysmë, ka dalë një ligj edhe ne i kanë marrë ato lekë. Të dyve? Po, të dy, sigurisht. Si keni emrin? Rystem Pjetri. Babaj? Shefqet. Po zonja? Sote. Babaj? Nuri. Okej. Faleminderit. Mirë, faleminderit ajo. Në përgjigje? Po kur të na vi. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Okej. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjesi. Jo mund si gjithmonë për të marrë një përgjigje korrekte se vetëm nëpërmjet jush mund të sqaroni më mirë. Jam i pensionist dhe faktikisht nuk jetoj këtu, edhe lindje me marrjen e pensionin, datën precize kur e kam marrë pensionin. Më qellohej një herë që kur e mora pensionin, më tha pastaj ti e ke datën 7. Nuk e dëgjoj mirë, ke dalë, çfarë thotë? Do të thotë që unë, si mas planifikimit, e kam tërheqjen e pensionit në datë 7. Unë asnjëherë kur kam ardhur, sepse ne vim një herë në vit, 2 herë në vit dhe i marrin pensionet grumbulluara. Shkova tani me që do ikim me datën 1, thash unë jam për të ikur me datën 1. Kam të drejtë të marr pensionin? Po jo, e di atë përgjigjen e Fevziut. Jo, nuk e di, po pse nuk ta japin në datë 1? Po nuk e di, që thos kur je i planizuar datë tjera. Okej. Po nuk është se të humb ajo dy. Por da? Nuk është se të humb, them, ajo e drejtë. Ajo pensioni do nuk e kam aty unë. Unë thash me që do ik me datën 1, shkoj e marr pensionin dhe ik. Mirë, nuk e di, unë para disa dia mjet ju kanë para kohë jo, nuk mund të jepet i nderuar. Ja, unë nuk e di se kam kohën faktikisht sepse Shiko, ajo zakonisht fillon nga data 3-4, ëh, 5. Nuk e kisha, nuk e kam E kuptoj, e qartë. Po nuk ka asnjë njoftim në zyrën e postës që për shembull përcaktohen mbi emrat e emrat kur sakton data e marrjes. Këtë e kisha. Kjo tjetër diçka. Mora vesh që është një vendim qeverie që mund ta marrë pensionin në gjithë postat e Republikës? Jo, në postën ku sepse s'mund ta marrësh atje, ndërsa sepse ajo është me zarf dhe me emër dhe mbiemër, zarfi nuk mund të jetë në të gjitha postat. Jo, nuk ka me zarf, Klodi. E ka me tërheqje në zyrën postare. Ashtu, po me çfarë tërheq me zarf? Si e tërheq? Jo. Si e tërheq zotë? Me dorëzoj atë kod fiskal dhe marr pashëm atë. Në momentin kur dikush aplikon për pension i dashur dhe ti ke shënuar dhe postën për kacë se ku do ta tërheqësh postën, vetëm aty mund ta tërheqësh. Në bank po. Vetëm aty. Vetëm aty. Po mirë drejt. Dakor. Ndryshe nga banka që e tërheq në çdo bankomat të bankës që jenë, ndërsa te posta jo, sepse fondi ka kaluar postës aq sa duan, sepse imagjino sikur të gjithë të shkojnë në një postë pastaj. Jo, unë lexova në Google, Klodi, ne pyeta. Lexova në Google sikur është miratuar që mund ta tërheqësh në gjithë postat. Unë po net marr ty në telefon. Ke lexuar diçka të gabuar i nderuar. Mirë pra. Mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi, si kaluat? Mirë si jeni ju. Javën e parë ju mora në telefon për punën e Sahatit. Mbani mend? Po. Edhe nuk e di ata s'kanë ardhur akoma. Të shikoj. Kanë 3-4 muaj të njëjtit çmim, E di, e nderuar. Unë e përcolla atë ditë, e kam edhe këtu, e përcolla atë ditë është duke u rishikuar nga një komision. Ore ata të vinë, të dërgojnë njerëz se s'po dërgojnë fare, po rrinë çfarë të bëjnë. Këtë i fatura deri nga shtëpia 00 kot. Unë kam thënë se do vi fatura pastaj 300.000 lekë,
apo 400.000 lekë, e ti ti Shiko, pagon. nëse s'ke paguar ajo do vi, do matet kilovati I fundit me... E po kam këtë mirakun tjetër unë tani, se mbi 700 kW ai do pagosh. Jo, s'ka lidhje me atë. Se paguaj unë të prit lekë. Jo, nuk ka lidhje me atë. Po si s'ka lidhje, do shikoj sa hatin ai? Mirë ka lidhje, pra. Si doni t'ju them, ka apo s'ka lidhje? Si doni t'ju tregoj të them... Shiko, unë e kam shumë të qartë aty, do shikoj numrin e fundit edhe do vesh çmimin. Tani, mbi 700 kW, a llogaritet më tepër? Po, llogaritet më tepër. Po pse? Në kushte normale. Është pa idea. Në kushte normale, moj zemër. Po dashur, po pse dëgjoni vetëm veten tuaj dhe nuk na dëgjoni ne? Në kushte normale, po. Llogaritet kështu. Në kushte jo normale, sikundër është duke u proceduar me ju, nuk llogaritet kështu dhe merret përbazë kjo pjesa që prisë ne nuk kemi shkuar aty. Dhe ne nuk e themi se kjo ndodh kështu nga që duam ne, por kështu ka ndodhur, më kuptoni dashur? Kurdo? Në qoftë se bëjnë kështu, dhe shumë dakord jam, se ato që kam marrëduar zgjidhutoj që do të pagoj. Por jo këtë kaluar se ka 4-5 muaj ja. Nuk do funksionojë ashtu, dakord? Mirë, rrov, shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. S'ka më kohë. Nuk ka më kohë. Iku shumë shpejt. E kisha humbur sensin e kohës, aq ritëm kishte pjesa e fundit. Mos harroni edhe një herë këshillën, sepse pas disa vitesh kur një shok, një mik apo një familjar do të jetë shumë herë përpara jush, po ju e keni bërë ju atë? Po. Okej, super. Është bërë gjithë Oranjuzi me pension privat. Pra do kemi 2 pensione ne kur të jemi në moshë të tretë ose ndoshta I marrim edhe më herët. Kështu që investoni edhe ju për veten tuaj në fondin e sigurimeve, në pensionin privat, ku tjetër përveç se në Sigal Invest, nuk kemi më kohë mjaftueshëm për sot. Telefononi në numrin e mëposhtëm dhe do gjeni gjithë informacionin e duhur aty. Ishte gjithçka për sot, mirë takofshim.